Festivalet më të rëndësishme muzikore të Evropës Juglindore, që e vendos Prishtinën në qendër të vëmendjes së industrisë së muzikës dhe argëtimit. Klan Kosova vazhdimisht do të sjellë informacione mbi këto ngjarje të mëdha të muzikës, prandaj në këto momente lidhemi edhe direkt me gazetaren ton Altiana Zogaj për të parë nëse gjithçka është gati që sonte të nisë edhe ky festival me përmasa gjigante. Përshëndetje Altiana. Përshëndetje dhe për juve, kjo ditë do t'jetë shumë e gjatë, por qysh nga ora 12 aty ku edhe u hap porta për të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në festivalin më madhështor të Evropës Juglindore Sunny Hill Festival, ishte koha e duhur tjera në të cilat do të kenë mundësi që të shijojnë në maksimum muzikën e ndërkombëtarëve. Programi i ditës së sotme do të jetë mjaft i ngjeshur, por njëkohësisht do të ketë artistët më të spikatur të skenës botërore edhe po ashtu edhe skenës vendore. Do të jetë Katy Perry, ajo e cila do të performoj në fakt në fund të mbrëmjes, por për të ndjekur nga afër edhe krejt performancat nga të tërë artistët e tjerë, të gjithë janë interesuar që të vinë dhe numri ka shkuar goxha shumë tashmë, teksa pritet që të ketë edhe më shumë pjesëmarrje në minutat në vim. Do të shohim nëse do të kemi mundësi pra kemi këtu drejt për së drejti. Hello, can we make a short interview? We are live now on Klan Kosova television. Where do you come from? Copenhagen. Copenhagen. Is this your first time here in Kosovo? No, it's the third time actually. I was here last year and in 22 also. So. Is this your first time being a part of the Sunny Hill Festival, or you're coming here for the third time, as you mentioned? For the third time. For the third time. What was your experience? I love it. This is the first time I'm not seeing Dua Lipa, so it's a little different, but yeah. What is your favorite artist for today? Katy Perry. You're waiting for Katy Perry, right? Yeah, absolutely, yeah. Thank you very much for your interview and enjoy your staying here in Kosovo. Patë mundësi që të kemi një intervistë me një vizitor i cili vjen nga Kopenhaga. Ai tha se është hera e tretë që paraqitet këtu në Kosovë, por merr pjesë edhe në Sunny Hill Festival dhe se natyrisht ajo çka i bën përshtypje për natën e sotme është dhe performanca e Katy Perryt. Të gjithë të pranishmi do të kenë mundësi që të dëgjojnë gjithashtu edhe performancën e Manifest, Blanco, Sahatit, Kabu, Erza, Ilo, Lafazani, gjithashtu edhe artistë të tjerë edhe vendorë, sikurse është edhe dhurata Dora. Në vazhdim po i përcjellim pak edhe nga pamja e përgjithshme e skenës së përgatitur për festivalin madhështor Sunny Hill. Ajo çka dim natyrisht është se Sunny Hill këtë vit ka bashkëpunuar gjithashtu dhe me platformën madhështore Fever, që gjithashtu është në bashkëpunim me platformën tjetër që i ka mundësuar qytetarëve nga i mbar globi që të kenë mundësi që të jenë pjesë e këtij eventi madhështor. I krijuar që nga viti 2018, çdo vit Sunny Hill Festival në fakt reprezenton atë çka është kultura kosovare dhe se si Kosova mund të jetë edhe adresa kryesore ku mund të vinë artistët e njohur botëror që të performojnë. Përpos ditës së sotme do të ketë edhe performanca të tjera në ditët në vim ku mund të veçojmë artistin Martin Garrix, gjithashtu dhe Lewis Capaldi, që do të kenë mundësi që të gjitha dhuruesit e këtyre muzikave që në fakt do të ketë zhanre të ndryshme ti dëgjojnë të gjitha këtu live drejt për së drejti nga performanca që do të jenë këtu. Shohim gjithashtu që janë krijuar dhe ambiente të përshtatshme për të gjithë të pranishmit e eventit madhështor Sunny Hill Festival. Faleminderit shumë Altiana për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, sigurisht edhe për këto informacione të detajuara që ndave me shikuesit tanë. Në ndërkohë, ylli shqiptar Dua Lipa, e cila është edhe vetë